Profesor, ju e lexoni situatën dhe në aspektin politik, sepse keni qenë brenda politikës edhe e njihni atë. Tani, VMRO-ja, për ta thënë më thjesht, si merr vesh me presion apo me dialog, edhe duke pas parasysh të shkuarën? VMRO-ja është një parti, le të themi, e djathtë, e ekstremit të djathtë, dhe nuk ka ndonjë histori suksesi nga këndvështrimi i integrimit të Maqedonisë ose kohezionit të brendshëm interetnik. Dhe këtë kohezion e ka provokuar ndjeshëm dhe si rezultat i këtij provokimi lindin edhe protestat. Është e vendosur në parimin e vet nacional dhe kemi parasysh që zgjedhjet e fundit VMRO-ja i fitoi kryesisht në kartën e albanofobisë, duke respektuar parollën të rikthejnë Maqedoninë për maqedonasit, duke anashkaluar tërësisht faktorin shqiptar etnike. Dhe në mënyrë që të pozicionohet elementi shqiptar në qeveri, vetëm legitimiteti është argument. Duke marrë parasysh këtë disbalancë, unë mund të gjykoj që sovraniteti i qytetarit shqiptar në institucionet në Maqedoni është më pak i artikuluar krahasimisht me sovranitetin e një qytetari Maqedonas. Pra qytetari Maqedonas është më shumë sovran me këto ligje, me këtë kushtetutë, sesa një qytetar shqiptar në Maqedoni, sepse ligjet dhe kushtetuta nuk e mundsojnë një gjë të tillë, ne jemi në pozicionin e kërkuesit. Prandaj terapia e vetme është legitimiteti shëndosh dhe normalisht përgatitja profesionale, etike dhe morale e pjesëmarrësve shqiptar në qeveri, cili do që ta qofshin ato. Profesor, tek çështja e ambasadorit, mendoni që mund të jetë bërë problem vetëm postimet e tij, reagimet për çështjen e gjuhës, apo edhe më tej, sepse ka pas edhe aktivitete të tjera, organizime, jo për sipërmarrjen, për biznesin, deklarata për korridorin e 8, pra për te gjuhës, kush i ka shqetësuar më shumë maqedonasit atje? Po, ambasadori mendoj që më mirë se çdo ky ambasador aktual, që është tani, ose nuk e di ma do të jetë në të ardhmen. Ministria të Pakën e konfirmoi. Më mirë e ka respektuar nenitet të Kushtetutës së Shqipërisë për përkujdesje institucionale të shqiptarëve jashtë Shqipërisë, që jetojnë në trojet e tyre etnike në Maqedoni të Veriut. Dhe ky respekt i tij ndaj nenitet të Kushtetutës është edhe në dimensionin politik, në dimensionin ekonomik, në dimensionin social e kështu me radhë. Le të themi para një javë, ndoshta tash mos kapemi për datë, u organizua një takim në një, le të themi, iniciuar nga ambasada e Shqipërisë, konkretisht nga ambasadori, në mes investitorëve real dhe potencial të shqiptarëve të Maqedonisë dhe qytetarëve tjerë të Maqedonisë së Veriut dhe qytetarëve të Shqipërisë, të cilët janë pronar të firmave dhe kapitalit në Shqipëri, në sensin e sigurimit të një bashkëpunimi në sferën e biznesit, në sferën ekonomike, në sferën e, le të themi, të riciklimit të mirëqenies ekonomike në këndin e zhvillimeve pozitive në sektorin privat, kryesisht në Maqedoni të Veriut, për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut. Dhe që kjo të bëhet, neve na duhet edhe korridori 8, sepse lidh trevat shqiptare të Maqedonisë së Veriut me Shqipërinë, dhe ambasadori ka qenë shpeshherë direkt i involvuar me deklarata pozitive, normalisht, në kuptim të zhvillimeve pozitive për sa i përket përfundimit të korridorit 8, për sa i përket stimulimit të bashkëpunimit mes investitorëve shqiptar nga Maqedonia e Veriut dhe investitorëve të Shqipërisë, dhe normalisht për sa i përket edhe përkrajjes studentëve të cilët me të drejtën e plot sot dalin në shesh duke kërkuar perspektiven e tyre, duke kërkuar respektimin e dinjitetit etnik në jetën profesionale të tyre. Dhe këto janë arsyet, le të themi, pse ngritën gjithë këto zëra për largimin e ambasadorit. Tani është çështja, besoj, e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Shqipërisë, sa do të merr një hap të tillë apo jo, është kryesisht një çështje e brendshme e Shqipërisë kjo. Mirëpo fakti që vinë këto zëra
në Maqedoninë të Veriut janë shqetësuese nga këndi i destabilitetit politik, nga këndi i premisës pozitive të zhvillimeve këto. Profesor, kam dhe diçka të fundit për qëndrimin ju të Tiranës e thatë, por edhe të Prishtinës, pasi shqiptarët e Maqedonisë faktikisht ndjen më afër me Kosovën. Si e keni pritur qëndrimet e Kurtit për situatën aty së pari dhe së dyti dhe gjendjen në trevat tona, si e shikoni momentalisht? Tani për këtë pjesën e dytë, shqiptarët e Maqedonisë ndjehen më afër Kosovës a Shqipërisë, është le të themi individuale për gjithë secilin. Kosova ka qenë një atribut identiteti për gjithë shqiptarët e ish Jugosllavisë dhe në premisën nacionale është shikuar Kosova si le të themi element sigurie për gjithë shqiptarët e ish Jugosllavisë. Mirë po tani me zhvillimet e fundit në Shqipëri, nga Tetova në Tiranë vish për 3 orë, nga në qoftë si bie nga Dibra. Dhe qarkullimi është shumë më i lartë dhe njerëzit kanë afeksione emocionale për Shqipërinë. Ne shohim zhvillime pozitive në Shqipëri, shohim një perspektivë evropiane, janë në fazën e fundit të hapjes së kapitujve, një zhvillim enorm në sektorin e turizmit, dhe normalisht shqiptarët e Maqedonisë kanë edhe afeksione emocionale për atributet e identitetit kombëtar dhe referencë bazë për të është Tirana, për gjithë shqiptarët jashtë Shqipërisë, ndërsa le të themi kryeministri i Kosovës nuk ka qenë aq aktiv për sa i përket përkrajës së studentëve, të cilët me drejt janë në sheshe. Unë të falenderoj shumë për bisedën, ishte kënaqësi që folëm për këto çështje dhe shpresoj që ne të ardhmen të flasim sërish, pasi zëra të tillë duan shumë në këtë momente për të udhëhequr edhe atë që u thatë protestën, për të qenë bashkë me studentët në auditore apo në shesh. Pra elita në këtë moment është më vyer se kurrë për zgjidhjen e këtyre problemeve që mos kalojnë dekada të tjera dhe të mbeten të pazgjidhura. Dhe jam mirënjohës profesor për çështjet që trajtuam dhe opinionet që ju ndat me publikun tonë. Faleminderit shumë, respekte.